në harkun kohor për 5 viteve që do të vinë, do të kemi një perfekcion edhe më të shtuar akoma. Do të kemi ndihmë nga inteligjenca artificiale, pra do të jetë asistenti jonë në jetën e përditshme. Do të kemi një kooperim të detyruar me inteligjencën artificiale. Këto do të ndodhin për sa i përket zhvillimit. Për të dalë tek pyetja që ndodh kudo, a do të na zëvendësojë? Unë po e them dhe do e theksoj vazhdimisht. Zëvendësim 100% nuk do të ketë, sepse krijon destabilitet social. Dhe nuk jemi më aq të paformuar sa vetë krijojmë një destabilitet social. Edhe kreu i OpenAI, edhe CEO të tjerë të kompanive të mëdha deri diku paralele me të, e kanë pranuar sfidën që po mundet të zëvendësojë individin, por kurrë nuk do ta zëvendësojë sepse do duhet të bashkëpunojë me të. E para do duhet të bashkëpunojë që të vetë përmirësohet në mënyrë të vazhdueshme, dhe e dyta është aty për të ndihmuar individët. A do të kemi një destabilitet për sa i përket tregut të punës? Kjo po. Por që do të kemi zëvendësim total të individëve me inteligjencë artificiale, këtë harrojeni. Kjo nuk ka për të ndodhur sepse nuk mund të krijohet destabiliteti social dhe të lësh të gjithë individët të jo të papunë në kuptimin e punës, por realisht të panevojshëm. Woo!